Zërit të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë u dëgjua edhe në Stockholm. Rëfimi Ramadan Nishorit, burri të parë që foli publikisht për dhunën që përjetoi, ishte një në mesin e disa të tillave. Ngjarja u mbajt në ambientet e Komisionit Evropian në Stockholm dhe u organizua nga Ambasada e Kosovës në Suedi bashkë me partnerët, derisa vendin e përfaqësoi drejtoresha e Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve nga tortura, Feride Rushiti. Kam arrit me elaboru sfidat me cilat ballafaqohen të mbijetuarit gjatë procesit të kërkimit të drejtësisë dhe njëkohësisht praktikat e ndërtuara, bashkëpunimi i mirë me Prokurorinë Speciale për Krime Lufte, Policinë për investigimin e krimeve të luftës, por edhe me gjyqësorin e së fundi edhe krijimi i një dhome të sigurt ku të mbijetuarit e dhunës seksuale të luftës gjatë procesit të dëshmisë në gjykatë mund ta kenë mundësinë me dhënë dëshmi. Ndërkohë Rushiti theksoi nevojën e trajtimit afatgjatë të viktimave dhe drejtësinë për të mbijetuarit e dhunës seksuale. Po e vrejmë traumën e të brezat që po vijnë pas, pra ideja ka qenë që bashkarisht të kërkojmë që me pas më shumë vëmendje në trajtim afatgjatë për të mbijetuarit e dhunës seksuale të luftës, të ketë procese të drejtësisë të atilla që ja mundsojnë të mbijetuarit së dhunës seksuale me dëshmu suksesshëm edhe me arrit drejtësi. Numri personave të përdhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë nuk dihet, po raportet flasin për rreth 20.000 persona.